Vendimi i Komisionit Qendror Zgjedhor për rinumërimin e përgjithshëm të vendvotimeve të zgjedhjeve të parakohshme të 28 dhjetorit nuk duket të jetë mirëpritur nga qytetarët. Ekipi i televizionit Syri gjatë qëndrimit në terren ka intervistuar qytetarët të cilët kanë shprehur mendimet e tyre në lidhje me situatën, duke pohuar se mashtrimet në vota janë si arsye se secili po mundohet të zëvend në qeveri. Pa sigurisht që qëshja luin hesapi se janë ka bojnë dallavere. Janë të bo për arsye që gjithë cilë u ka mundohet me nëzo venin e madhe me hypë në karrik. Një tjetër qytetar u shpreh se nuk është në rregull që vendi të shkojë në proces rinumërimi, nga se është pritur që sa më shpejt të formohen institucionet. Po unë si qytetari thjeshtu dhe si votuesi ka hershëm, mendoj që nuk ka në rregull kjo punë, ne kemi pritur që do të formohen sa më shpejt institucionet. Do të vazhdojmë me punë që keni pa Kosova ka pas ngeci që një vit kemi ngec, na kemi prit. Ta nuk fillimisht keqezeja nuk janë në rregull, ata duhet me kontrollu komisionerët që janë dalë të numërimin me ditë çka po ndodh. Ndërkaq Komisioni Qendror Zgjedhor në mbledhjen e ditës së sotme vendosi që e gjithë Kosova të shkojë në rinumërim pas mashtrimeve me vota që u zbuluan së fundmi.